Një zarf i bardhë ka mbërritur në shtëpinë e Big Brother VIP 4, i cili u lexua nga Gjesti për Gjestin. Gjesti pas kërkesës për një darkë me Eglin, vëllai i madh ju njofton se është momenti të shkoni në suite ku ju pret një darkë e organizuar për ju, lexoi Gjesti, ndërkohë që Egli u habit nga kjo gjë, por nuk bëri ndonjë reagim konkret. Pasi Gjesti lexoi zarfin, më pas Egli u largua drejt dhomës së rrëfimit. Më duket nuk po ma pranon ftesën, i tha Gjesti Rozanës, ndërkohë që kjo e fundit i tha që të shkonte të vishej. Pasi doli nga dhoma e rrëfimit, Egli filloi të bëhej gati për takimin, po ashtu edhe Gjesti. Pasi të dy banorët u bën gati për të darkuar, Jozi ju ka kënduar një këngë duke i shoqëruar në suite, aty ku Gjesti filloi t'i shërbente Eglit.